Në një konferencë për shtyp, Zelenski theksoi se do të ishte i gatshëm të negocionte një armpushim 30 ditor pa kushte, por shtoi se absolutisht gjithçka në Rusi varet nga Putini dhe se, sipas tij, udhëheqësi rus ka frikë nga një përballje direkte. Nga ana tjetër, Kremlini nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për pjesëmarrjen e presidentit rus. Zëdhënësi Dmitry Peskov tha se vendimi do të bëhet publik sapo presidenti ta shohë të arsyeshme. Takimi në Stamboll vjen në një moment kur presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur përparësi në agjendën ndërkombëtare për përfundimin e luftës në Ukrainë. Ai ka njoftuar se do të dërgojë në Turqi sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe të dërguarit e lartë Steve Witkoff dhe Keith Kellogg, ndërsa ka shprehur gatishmëri edhe për pjesëmarrje personale në bisedime. Sipas burimeve diplomatike, të dyja palët, si Moska, ashtu edhe Kijevi, po përpiqen të japin sinjale se janë të gatshme të ulen në tryezë, ndërsa Zelenski ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vendosin sanksione shtesë nëse bisedimet nuk zhvillohen. Ndërkohë Putin ka propozuar bisedime të drejtpërdrejta, por nuk ka reaguar ndaj ofertës së Ukrainës për armpushim të menjëhershëm. Me syt nga Stambolli, mbetet për të parë nëse udhëheqësit e dy vendeve do të përballen për herë të parë në një takim që mund të hapë rrugën drejt paqes.